Meta është gati të përballet me një nga proceset më të mëdha gjyqësore deri më tani për sigurinë e fëmijëve. 4 shtete amerikane po kërkojnë afro $200 miliardë nga kompania, duke akuzuar se ka projektuar qëllimisht Facebookun dhe Instagramin për t'i mbajtur fëmijët të varur nga këto platforma. Kalifornia, Colorado, Kentucky dhe New Jersey pretendojnë se Meta ka përdorur veçori që krijojnë varësi për të maksimizuar angazhimin e të rinjve, ndërsa ka mashtruar publikun lidhur me sigurinë e platformave të saj. Dhe nuk janë të vetmet. Çështja është pjesë e një padije më të gjerë, ku përfshihen 29 shtete amerikane, të cilat gjithashtu akuzojnë Metan se ka mbledhur dhe përdorur në mënyrë të palishme të dhënat e fëmijëve nën 13 vjeç, pa pëlqimin e prindërve. Meta i mohon akuzat. Kompania thot se prej vitesh ka punuar për zhvillimin e masave mbrojtëse për përdorues të rinj, përfshirë llogaritë për adoleshentët, kontrollet prindërore, kufizimet e përmbajtjes dhe teknologjinë për përcaktimin e moshës. Gjyqi nis më 18 gusht me deklaratat hyrëse dhe shtetet nuk po kërkojnë vetëm të shpërblim financiar. Meta kishte argumentuar më herët se pretendimet e shteteve teorikisht mund ta ekspozonin kompaninë ndaj gjobave që arrin deri në $1.4 trilion, por 4 shtete që po e çojnë tani çështjen në gjyq pritet të kërkojnë afro $200 miliardë. Edhe kjo shumë do ta bënte këtë një nga sfidat më të mëdha ligjore me të cilat Meta është përballur ndonjëherë. Çështja do të shqyrtohet nga një juri këshilluese, por vendimi përfundimtar do të merret nga gjyqtarja federale Yvonne Gonzalez Rogers. Dhe me 25 shtetet e tjera që pritet ta çojnë çështjen në gjyq më vonë, ajo që do të ndodhë në Kaliforni mund të ndihmojë në përcaktimin se deri ku mund të shkojnë qeveritë për të mbajtur kompanitë e rrjeteve sociale përgjegjëse për mënyrën se si platformat e tyre ndikojnë te fëmijët.